Trajner, në pjesën e parë, Besa u duk më koordinuar, më kompletuar, më kundërshtar, më i denjë se sa Arbëria. Në pjesën e dytë ndryshuan gjërat. Çka nuk funksionoi në pjesën e dytë ajo? Pjesën e dytë shënuam gol. Po besoj që ishim të baraspeshuar në të dy pjesë lojë të mirë. Po ma merr mendja që ishte një ndeshje shumë e luftuar në të dy taborët. Dhe unë jam i kënaqur me lojën e lojtarëve, po besoj që nga loja në lojë jemi duke ardhur te një nivel pak më i mirë i lojës, po kemi më shumë raste, më shumë topim në përkam, ekipa po din se çka po dojmë. Më merr mendja që ishte lojë e komplete, nuk e kisha ndonë dy pjesë ashtu siç po quhet. Edhe për fund, këto ndeshjet e fundit tash Superliga do të jenë ndoshta mundësi e mirë për të dëshmuar një pjesë e futbollistë dhe ndoshta kërkohen edhe nga skuadra të tjera në fund të Superligës, apo tentoni të mbani krejt edhe në pjesën tjetër? Nuk kisha fol për lojtarë për sezonin e ardhshëm, që na mbetet neve këto lojtë që kanë mbetur mu ngrit si ekip, mu shfaq hala më të fortë, më të mirë. Qëllim e kemi me bo ngritjen e ekipës dhe në aspektin individual dhe aspektin grupor. Po besoj që nga loja në lojë do të paraqitemi më mirë edhe më të denjë. Faleminderit shumë trajner. Faleminderit nga ju.